edhe më kam bështet gjatë gjithë rrugës, s'ka qenë gjithmonë e lehtë, sepse po them, shumë shpesh ndodh që me punu një kohë, do thënë në një orar të stërzgjatur edhe mbjen mos me po shkodranin, mos me po nga njerë edhe tomorin, po gjithmonë ai ka qenë mbështetës edhe është një prej personave që më shtyn mas shumë, me bu ma shumë, me u angazhu ma shumë, edhe normalisht jam shumë falenderuese edhe ndaj tij, sepse pa ndihmën e tij do të ishte shumë më e vështirë. Faleminderit shumë, faleminderit për këto rrëfime. Për ta mbyllur këtë pjesë familjes, çfarë do të thoje për këta të dy në këto momente? Për këta dy burrat e shtëpisë tonë? Po, këta dy i përshëndes shumë edhe shpresoj shumë që Tomori ka me marrë shumë prej shkodranit edhe ka me marrë shumë prej vlerave që ai ka si person. Edhe shpresoj shumë që kurdo që rritet, ka me vlerësu do të thotë angazhimin që e ka edhe ai edhe unë për me formu Tomorin s'pari si person, po edhe shpresoj shumë që ka me zgjedh një profesion i cili s'pari ka me shërby vendit vet, edhe mandej me na bo krenar edhe neve tjerëve. Faleminderit shumë. Knaqësi që të kemi këtu, kur e kemi patur Uranin në studio, ja kemi bërë pyetësorin rë. Okej. Sigurisht e ke pa. Po. Dua të shoh ku jeni njëjtë dhe ku jeni ndryshe me, themi kështu, njërin prej bashkëpunëtorëve më të ngushtë, apo ku është Urani me bashkëpunëtoren e tij. Je gatshme? Të fillojmë? Shkojmë. Cili është ushqimi që sa herë ti e ha ta kujton fëmijërinë? Përshishi me kos. Okej. Shumë i freskët. E ndjeva freskit. Pse? Po se gjithmonë, do të thotë, kur kom qenë fëmijë më ka pëlqyer shumë, edhe e di që do të thotë jom rrit me përshash me kos, kështu që so tash edhe me Tomorin ka njëherë, ai ti si pëlqen shumë fatkeqësisht, po gjithmonë një 2-3 lugë i marr edhe prej pjatës Tomorit. E ban ndonjëherë çdo për qef? Po për qef se ti s'mbjen men ashta shpesh, po një ushqim që domethënë gjithmonë ma kujton fëmijërinë. Okej. Faleminderit shumë. Çfarë mendon kur e sheh veten pasqyrë? Çka mendoj? Zakonisht kur e shoh veten pasqyrë, gjithmonë jam tu mendu çka do të më bëj tash, çka më ka me cila punë ka me pa u kry. Po mundona sa më shpejt me kry këto punë të pasqyrës, që me mujt me dalë edhe me shku në punë ose me kalu kohë me familje ose kështu tillë. Kështu që s'është që kam kështu diçka shumë specifike. Nuk i kërkon llogari vetës? Mundohem... Ose ta përgëzosh, të thuash bravo. Kam qef me pas një disiplinë tillë që ndoshta mi thunë vetit bravo pak ma shpesh, po më duket që duna me punu pak ma shumë në drejtim. Okej, faleminderit shumë. Cila është kafsha nga e cila friksohesh mas shumë ti? Kjo është, tash nuk është kosh, është insekt, fatkeqësisht. Okej. Është merimanga, edhe është një debat që kemi me shkodranin gjithmonë se kudo që koha najherë në për shtëpi, do thotë, dëna me thirë atë që me umorë me atë problem, se unë e veç, do thotë, izoliona, kështu që... Njihet edhe si fobi pre merimangës. E vërtet, po, e ka dhe një emër. Arsye? Jo, nuk është që e kujtoj kështu diçka specifike, po e di që prej fëmijë jam frigu për marimangave dhe vazhdoj me u frigu. Shpresoj që Tomori s'ka me u pas këtë problem të rritë. Faleminderit shumë. Cila është fjala që e përmbledh më së miri personalitetin tënd? Mendoj që unë jam gjithmonë në kërkim të diçka më mirë, të diçka që ka mundem me bu ma shumë, edhe si shoqëni, edhe si vend, edhe si personazh. Kërkuse? Kërkuse ndoshta, kishte me qenë një fjallë që më kishte përshkru mirë, tash nuk po dija është fjalla ma përshkruese, po se pas na mendu kështu si pyetje ma herët. Okej, faleminderit shumë. Për apo kundër lejimit të shamis në shkolla? Është një debat që vazhdon në Kosovë. Po. Është debat që vazhdon, po në realitet edhe gjatë udhëheqjes time me drejtorinë e arsimit e kam parë që në fakt është menaxhohet kogja